Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Një kapitull i artë hapet, 5 shenja hyjnë në periudhën e triumfit total. Një kapitull i ri po hapet në qiell, dhe këtë herë nuk është një kapitull i zakonshëm, është kapitulli i artë i triumfit, i shpërblimeve dhe i arritjeve të mëdha. Universi po vendos të përmbys çdo energji të vjetër, duke i dhënë dritë atyre që kanë luftuar, kanë besuar dhe nuk janë dorëzuar, edhe kur gjithçka dukej kundër tyre. Në këtë periudhë, Yjet po rreshtohen në mënyrën më të fuqishme të vitit. Dielli, Mërkuri dhe Jupiteri krijojnë një fushë të re ndikimesh që sjellin fitime, suksese dhe lajme që ndryshojnë jetën. Kjo është koha kur shumë ëndra që dukej se ishin vonuar, papritur marrin formë. Mundësitë që dikur ishin të mbyllura, tani hapen si porta të arta, njëra pas tjetrës. Disa prej jush do të përjetojnë lajme të mëdha profesionale, të tjerë do ndjejnë ringjallje të dashurisë, ndërsa disa do kuptojnë më në fund se sa larg kanë arritur. Nuk është rastësi që ndodhet pikërisht tani, është shpërblimi për durimin, besimin dhe guximin tuaj. Universi po përgatit një përmbyllje të lavdishme për shumë shenja, por veçanërisht për 5 prej tyre, të cilat do të shohin dritën e triumfit në çdo aspekt të jetës, në punë, në dashuri, në lek dhe në vetbesim. Fati po troket në derën tuaj, dhe këtë herë do t'ju gjej të gatshëm. Le t'i zbulojmë tani 5 shenjat që hyjnë në periudhën e artë të triumfit total, ku gjithçka që kanë ndëruar, më në fund do të bëhet realitet. Dashi, pas shumë përpjekjesh dhe sfidash, Dashi hyn në një fazë triumfi të pastër. Energjia e yjeve të jep shtysë për të arritur atë që do, pa frikë dhe pa pengesa. Projektet e reja nisin me sukses dhe mund të marrësh lajme të mira për një bashkëpunim fitimprurës apo një rritje të menjëhershme profesionale. Në dashuri, Dashi shndërrohet në magnet për ndjenja të forta. Një lidhje e re mund të lindë papritur ose një lidhje ekzistuese rindes flakën e pasionin. Universi të thotë, ky është momenti yt për të ndritur, mos e vono me asnjë ëndër. Luani. Për Luanin fillon një periudhë ku shkëlqimi i brendshëm kthehet në realitet të jashtëm. Yjet të japin fuqi, vetbesim dhe mbështetje nga njerëzit që më parë të kishin nënvlerësuar. Do të marrësh një lajm që të nderon, ndoshta një vlerësim nga puna, një promovim apo një mundësi që të ngre më lart se kurrë. Në dashuri, është koha të tregosh ndjenjat pa frikë, dikush që të ka vëzhguar në heshtje, tani do të afrohet. Universi po të hap një rrugë të artë ku do të ndjesh se çdo pengesë ishte thjesht për të provuar. Tani është koha jote për triumf total. Peshorja. Peshorja më në fund hyn në periudhën ku balanca e jetës vjen në anën e duhur. Një çështje e vjetër që të ka mbajtur pezull do zgjidhet në mënyrë të papritur dhe do ndjesh një lehtësim të madh. Financat përmirësohen ndjeshëm, ndërsa një ide e jotja mund të sjellë fitim real ose një mundësi për të zgjeruar diçka personale. Në dashuri, Venusi të ndihmon të vendosësh kufi të shëndetshëm dhe të hapesh ndaj një ndjenje të re që do të befasojë me sinqeritetin e saj. Universi të kujton, tani nuk duhet të kthehesh pas, fati është me ty, ec përpara me besim. Bricjapi. Për Bricjapin fillon një periudhë e ndritur, ku lodhja e muajve të fundit më në fund shpërblehet. Në punë, një ndryshim pozitiv vjen papritur, një ofertë e re, një rritje rroge apo një sukses që të ngre më lart në hierarki. Do ndjesh se përpjekjet e tua nuk kanë qenë kot, dhe kjo të mbush me motivim me krenari. Në dashuri, një person që ke nënvlerësuar mund të tregojë se sa shumë vlen. Lidhjet e forta bëhen më të qëndrueshme dhe për beqarët, Universi sjell një takim që do të ndryshojë gjithçka. Ky është kapitulli i artë ku do të shkruash historinë tënde të suksesit. Peshqit. Një dritë e veçantë bie mbi ty, peshk, dhe yjet të japin një rilindje të vërtetë, si në shpirt ashtu edhe në fat. Një ëndër që e kishe lënë pezull mund të realizohet tani, një projekt personal, një ide krijuese apo një ndryshim që të jep më shumë liri dhe siguri. Në dashuri, kjo është periudha më romantike e vitit. Një ndjenjë e re lind ose dashuria që ke në jetë forcohet në një mënyrë që se kishe përjetuar më parë. Në financa, përmirësimi vjen me hapa të qartë, stabilitet, siguri dhe rritje graduale. Universi të kujton, ti je frymëzimi i vetë yjeve, tani është koha të marrësh atë që ke dhënë. Këto 5 shenja, Dashi, Luani, Peshorja, Bricjapi dhe Peshqit, janë zgjedhur nga Universi për të hapur kapitullin e artë të triumfit total.
do të ndjeni një kthes të fortë pozitive në çdo aspekt të jetës, fitime, dashuri, qetësi dhe sukses. Qielli po hap rrugë të reja për ju, dhe ju vetëm duhet të besoni.